Mazhoranca në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, ashtu siç edhe pritej, rrëzoi kandidaturën e Partisë Socialiste Ardian Visha për vendin vakant në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, pas dorëheqjes së Kreshnik Spahiut. Me shumicë vota, sigurisht është gjykim subjektiv. Atëherë, ky komision, nëpërmjet raportit që do të bëjë zoti Sula, do të përcjellë në kuvend për shqyrtim sipas procedurës kandidaturën, me mendim shumice që kandidatura nuk plotson kriterin e meritës, dhe me vendim fakitse që kandidatura e plotson kriterin e meritës. Por nënkryetarin e komisionit Fatmir Xhafa, kandidatura e zotit Visha do të sillte në KLD një individ i cili do të ishte i duhuri për këtë pozicion, ndërsa theksoi se opozita nuk ndryshon mendim për çështjet e mbrojtura prej tij, duke veçuar atë të Gërdecit. Ne vazhdojmë të mbajmë të njëjtin qëndrim për çështjen e Gërdecit. Nuk ndryshojmë absolutisht asnjë presje nga qëndrimi politik, kushtetues dhe ligjor që kemi mbajtur lidhur me atë çështje. Që ne kemi sjellë tu një kandidaturë konform ligjit, do t'i bënte vend atij institucioni në momentet aktual. Në Komisionin e Ligjeve gjatë seancës dëgjimore me kandidatin e Partisë Socialiste për në KLD, u prek edhe një nga çështjet më të rëndësishme të mbrojtura prej tij, siç ishte ajo e ish-ministrit Fatmir Mediu për tragjedinë e Gërdecit, por edhe marrëdhëniet me prorët e tij. Ju thatë, dy janë mundësit për të largu, si pas fushes, korupcionin. Të 10 fishohen rrogat, ose të pritjen kokat e 10%. Gjyqtarë, mos shkoni në KLD praktikisht i zhveshur nga instrumentat, nga armët, nuk rrisni do të rroga, nuk doni të prisni koka. Çfarë do bëni ju atje? Për sa i përket armëve vërtet që mungojnë zoti Rusmajli, por unë nuk jam frikacak që të shmangem luftës. Dhe kur më duhet ta bëj atë me topuz, do ta bëj edhe me topuz. Deklarata e zotit Visha se sistemi gjyqësor në vendin tonë është i korruptuar, solli reagimin e kryetarit të komisionit Ilir Usmali. I qëndroi kësaj deklarate që presidenti i Republikës ka shkelur ligjin dhe kushtetuton për sa i përket transferimit tuaj. I qëndroi deklaratës time të dorëheqjes dhe konsideroi aktin, dekretimin e transferimit tim dhe të kolegëve të tjerë që janë lëvizur nga prokuroria e përgjithshme në atë akt të paligjshëm. Ditja në detyrë pa shkaqe bindse objektive apo subjektive për bën një mungesë të theksuar profesionalizmi për një zyrtar të lartë në një nga institucionet më të lartë kushtetuese dhe të pavarura. Punën në prokurori pas poshtërimit e përsërisë të transferimit të paligjshëm timit në apel është tregues i vlerave të mia pozitive dhe jo të kundërtës që pretendoni ju zoti. Çështja e Gërdecit po e quajmë apo çështja e zotit Fatmir Mediu. Në këtë sallë ku jemi, ka shumë nga përfaqësues të opozitës dhe jashtë opozitës, lideri i opozitës, i cili anatemon gjithçka çfarë ka ndodhur për atë çështje që kanë besuar dhe vazhdojnë të besojnë pafajësinë e zotit Mediu. A ju ka shkuar mendja që të përfshiheni në listat për deputet në një force politike, PS apo ndonjë tjetër? Nuk jam këtu për të thuash as bërë krushi politike, as kundërvën ju me njëri tjetrin. Ju siguroj që si jam as armiku juaj, as tradhtari juaj. Edhe pse erdhi në Komisionin e Ligjeve si propozimi 30 deputetëve të Partisë Socialiste, Ardian Visha i drejtoi edhe një mesazh të gjithë deputetëve të parlamentit, ndonse ai duket se është krejt i qartë për rezultatin e votimit edhe në kuvend. Pavarësisht pamundësisë suaj për të qenë vendimarrësit absolut të këtij zhvillimi të mundshëm të karrierës time, fjala dhe mendimi juaj natyrisht që është i vlefshëm, i gjithë secilit për ju këtu, pavarësisht kaut politik që i përket, dhe vota juaj padyshim që për mua, qoftë secilit për ju, qoftë një vetme, do ishte e vlefshme. Unë çmoj që të humbas me votat përbashkët statuet, më mirë se sa të fitoj me votat të njëjit krah vetëm. Në Komisionin e Ligjeve nuk bën pjesë asnjë antar i Partisë Republikane apo Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndaj është ende herët të flitet se si do të votojnë deputetët e këtyre partive ndaj kandidaturës së Partisë Socialiste Ardian Visha, i cili ka qenë avokat i kryetarit të Partisë Republikane zotit Mediu në çështjen Gërdeci, dhe avokat i një prej njerëzve të afërt të zotit Meta, Almir Rapo, i cili u arrestua për trafik ndërkombëtar droge dhe u ekstradua në SBA. E ndërsa dihet mendimi i deputetëve demokrat për kandidaturën e tij në seancën e së njëjtës në kuvend, mbetet i paqartë mendimi i tyre për mënyrën e votimit i fshehtë me kuti apo i fshehtë me elektronik.